Mami e ka përfundu një lloj testi shumë para vite, pa një 10 viteve, e di që ka luftu shumë. Lumturia e mamit personalisht është një prej lumturia edhe për mua, është lumturi që kam me gjatë të jetës. Edhe nëse nuk më ka ndodhur mu personalisht, është e rrok shpirtin tem, am bab, teze. Doj, ju du shumë, mirë jeni ashtu, vazhdoni. Për mu jeni si diamant me 48 karat, kështu që... A jeton diku jashtë këtej? Kam jetu një farë periudhe në Norvegji, po masanej tasha në Kosovë, se jo, në Prishtinë. Ke jetu në Norvegji? Avaj, boko gogja shumë. Një 7, 8. 7 vite. Po. A ka familja atje? Po, me familja, aty kena qenë që prej janë shpëngu gjatë luftës, mande kom lind atje, shumë ka qenë një periudhë e vështirë për familjen, sidomos, se mandej ka ndosh borë këtu shkak që atë dashuria normale nuk ka si ajo, që... A i ratë pishman për vendim që u këthyt? Jo, realisht kështu një jetë në general, si familje, na kur nuk i bina pishman për kur gjë, se çdo sen e ka një lloj udhet vet. Edhe në çdo sen që dika që duhet, kështu që s'është komedit. Më tha për shkoj me hongër bukë. Po. Agjeron? Cës fej për ketë? Realisht unë nuk kam një lloj përkatësie fetare personalisht. Kam kështu besim që ka diçka lart, po nuk kam një lloj përkatësie fetare, kështu që nuk është që merrem me një lloj praktike fetare, si për shembull me agjerime. Nuk praktikon asnjë në fe. Nuk jam me asnjë fe, po? Nuk jam neutral në aspektin e fesë, jam vetëm besimtar. Besoj që ka diçka lart, po nuk është që kam qef me lëm veten në një identifikim fetar, kështu, nëse ka kuptim kështu. Na jemi po më shumë ti që 95% domethënë statistikat e fundit që janë bë, kemi musliman. Po. Domethënë shumica ata që agjerojnë, domethënë e prikasin fesë muslimane. Është një shumicë e madhe. Po. Çfarë mendimi ke ata që tashmë veç edhe ne jemi agjerueshëm, çfarë mendimi ke për këtë muaj të shenjtë të Ramazanit? Realisht unë spari Zoti ka boll, inshallah ju dëshiroj një agjerim sa më të lehtë, se është me të vërtet një dedikim shumë i madh, është vërtet një muaj që tregon kështu me të vërtet durimin e njeriut, sa mundet njeri me duru, sa mundet me qëndrue kështu. Me të vërtet është dedikim me kështu shumë, i kam respekt të mbaja për personat që agjerojnë, se me të vërtet është një akt shumë i ramë më kry, se duhet një lloj durimi vetë për mbajtje me mbaj, kështu që gjithë mon është... Për që e kemi obligim secili ta kryjmë këtë ritual. Po realisht është, unë mendoj që edhe personat që nuk janë musliman, besoj që edhe ata mujnë për shembull me kry një lloj forme të agjerimit. Sigurisht që është edhe, se unë personalisht ushtroj ngri pesha e këtu e kështu. Do bëjmë trup ashtu. Po, e faleminderit, po agjerimi general është shumë i mirë për shëndetin, kështu që është mirë të cili më kohë me praktiku, pse jo, nuk do me thonë me bo se cilë mënyrën e vetë, sigurisht, po normal, pse jo. Shkencëtarisht është konstatuar se domethënë është pastrim që domethënë çdo secili që agjeron, edhe domethënë organizmi i tij është shumë më mirë. Po, për çato e pata, për organizëm është tepër mirë, është si një lloj që anglisht thonë cleansing, është shumë mirë, po. Provu na herë ti më agjeru? Me thënë drejtën, kam provu, po jam shumë marakli kështu në ambesinë e këtu, kështu që nështë bandej thash, kam pas me bo këto, po ka pata huq, kështu që... A mojnë sa orë kështu agjeruj të? Ose kam mat me orë heq, kështu që... Gjysë dite, a mu me thonë? Bujna. Gjysë dite? Po. A të duk i rëndë? Po jo, po realisht duhet me qenë, me mojt men që aje të bo, se unë për një moment pa të haru që e kam lënë vete me bo këto e... Kështu që... Nuk është që e kam mojt që shduhet, kështu që... A ka ndonjë moment interesant që të ka ndodhur gjatë këtyre viteve? Në një moment që ja vlen, në një ngjarje, një jetë e rëndësishme që ka qenë për ty?
Me thonë drejtën, kështu ndoshta që personalisht për mu një ngjarje kështu që shumë ka qenë e rëndësishme për mu është që mami e ka përfundu një lloj testi shumë para vite, para një 10 viteve, e di që ka luftu shumë për atë te që ka dash me bëhet, për mu gjithë më ka met në kokë, se lumëtëria e mamit personalisht është një prej lumëtëria edhe për mu, është lumëtëri që ka me met gjatë të jetës, se kështu që është diçka që nuk muj me haru edhe, kështu që lumëtëria familjare në përgjithësi është edhe ngjarje për mu. Edhe nëse nuk më ka ndodhur mu personalisht, është e rok shpirtin, te me mendoj që është diçka që generalisht si popullsi duhet me vlerësu ma shumë, se mendoj që ja ka nis pak mu venit një lloj dashurie familjare, kështu se cili ja ka nis pak për veti e shumë keq. Kështu që duhet me mbaj vlera familjare gjithmonë, pse jo? Duket kjo lëshmëria me prind është shumë e afërt. Po, është, kanë sakrifiku shumë familja, edhe kisha dasht edhe shpresoj që ka mendoj që një dit ja u shpërblej ato që kanë hjeke, që kanë jepe, çdo lloj sakrifici që kanë dhënë mujm ja u shpërblej, me bo 100 herë më të madhe që kanë mujt ata me bo për mu. Lëmsi ju prind që kanë kësi njerëz, më vjen mirë që në shembull, një falënderim që asnjëherë s'ke mundur m'ia thonë përmes ekranit, para kamerës, familjes, çfarë ju kishte thonë sot? Gjatë këtyre sakrificave që kanë më për juve. Që mam, bab, teze, doj ju du shumë, edhe veç vazhdoni qysh jeni, edhe besoj që keni me arrit edhe hala, s'ka rëndësi sa të vjetës sa të ris, familjarisht nuk ka lidhje se mirë jeni ashtu, vazhdoni edhe për mu jeni si diamant me 48 karat, kështu që s'kam çka me shtu. Shembull shumë i mirë për gjeneratat, unë turoj më të mirat në jetë ty. Faleminderit. Shumë kënaqësi që u taku.